Një fola të shpia. S'kam kuj. Ki vlo me motrën. Jënë një do krizma edhe jënë shëkat njerë. Mas një kohë ka dalë timi shpisë. Ku jem shku, i kënë gjetë shpet vramë. Vramë edhe djegën. Se cili ka pas ka 3 pluma. Para shpi i kemë sindoj. Fyshek në kënarë, si kur bje breshen. Flamuregja i doli para gjykatës për të rrëfyer ditën më të keqe të jetës së tij. Që s'kom lujt. Nëse s'jo. Njeri fort. Ditën kur në shtëpinë e familjes gjetët të djegur baban dhe 4 familjarë të tjerë. Me zë të rënduar, ai rrëfeu përjetimet e asaj periudhe para 2 serbëve, atë kohë pjesëtarë të policisë, sot e akuzuar për krime lufte kundër popullsisë civile. Momir Pantish dhe Zharko Zarish dëgjuan se si me urdhër të policisë, një pjesë e familjes Regja u detyrua të largohen nga shtëpia në Ljubosh të Istogut përmes rrugëve malore. Regja i tregoi se në ditën kritike të vitit 1999 pa me sytë e tij të akuzuarin Zarish dhe disa serb të tjerë duke u grumbulluar për të shkuar në drejtim të shtëpisë së familjes së tij. Ai rrëfeu dhe momentin më të rënd kur u kthye dhe gjeti pa jetë më të afërmit e vet. Nis gjypi në rrugë të poshtë, o dalë asfalt edhe shku në drejtim të kërkun pas babën. Atë nuk u kun çaj bash shtëpia jam. Po kone mitës, po tonë jënë bo bashkët. Jënë një do krizma edhe jënë shëkat njerë. Mas një kohë ka dalë timi shpisë. Jëmë shku në shpi. Si jëmë ko vetën, jëmë konë beti 3-4 veti më. Ku jëmë shku, i kënë gjetë shpit vramë. E këmë gjetë babën temë, e këmë gjetë Jusufin, Shakën, Rifratin, Zykën. 5 i këmë gjetë vramë në sobë. Edhe i kemë shqyrë, djegun, shpia, i shkon të djegë ma e tyne. Edhe na, s'kem bo, si kem prej keqë. Nesin pramje, i kum blie dhe do shok, edhe e marrë në drejtim apet rruga dhe mla, e marrë të baba. Edhe i kem urë, e i kem rëmi të medin, para shpi i kem sindoj. Toni kem shtine për kese, edhe i kem sindoj, i kem lu, e më këthy në drejtim të njëtin, të januzat në kanë gjujt apet penaltit. Fyshek në kanë ardhë, si kur bje breshen, për s'ta ka kapë kërkën. Edhe kemë rrinë vrel, edhe mos që marrë në plina. Babës, qa ka pas sa në jakë në murë. Se setra i shkonë për jashtë në koridor, Balkan dhe më thonë, setra në Balkan. Pare, qa i ka pas, një 10.000 i ka pas në gjepë, e ka pas diku një, s'pa thëmë shumë, vesh mini kilu dukat, pëlloqa. 10.000 i ka pas me veti, e 10.000 një breski vogën, në Balkan ja këm zjetë, setën edhe kulletën e thotë. Që i ndërson për dëramë, se cili ka pas ka 3 pluma. Edhe si dëshmitar, si dëshmi që këni marak, fatit i këm bëha ditë, i këm me veti, dëramë edhe djegën. Edhe ty si dhej, që ju vynë, fatit i kanë këtu. Qysh keni mujtë me i identifiku? Se kështë kanë qenë? Kako ste mogli da i prepoznali? Baba janë, sarim shku më morë votë zime, adi qka që thojnë, buk. Baba janë, buk me veti. Baba janë më konë të përzorja. Të drejtarja. Po. Shakja konë të dera 9 djatë. 9 djatë të dera. Qa të kemë gjithë? Ajo, Rifati e Zyka, jënë konë në balë të sobës. Po, Isufi e konë kreveti pale e vetë shumë. Isufi bio kreveti e bio ne pokretan. Edhe sari kemë rotullu kështu, se cilët si nuk jënë djekët. Jënë djekë konë me dure trupi, pa kër e rotullajshim, e në gjashën edhe tesha dhe kërën konë ullin. Se se në konë... Po, shka met adim kështu, ku met i dekun, që met në pëtë. Kër u rëtullaj, këta një dalaj këtë dhe setëra, se cilë e në gjashën dretin.
Dëshmitarët që taktuan ngjarjes përfshirën shumë të rënda për me i pa. A mundesh na tregu që shka ndiku në gjendjen e jurit pas luftës për i të Libia? Kush ka ndiku? Kretu ngjarje që Te une? Dhe që s'kom lujt. Ma se s'jo. Njeri fort. Pa që drajke. Që rigo. Veprën që ka kry, që edhe më përkëllëzu dhe këta rëmë, që është dhe thoi, që më kanë thonë kryesori, që konë me ta bashkë, po konë rankëristic. Edhe kër është ardhë rankë në stop që ka bë vrasje, ka nëzëshin ata rëndë, si në stop, i ka mëgaj durët me gjak, e ka thonë, i ka mëgaj durët me gjak, rankë. Edhe ka thonë, pa i e krejtë shqiptarët, unë e buk shqiptarët që në pësajde, që së në ikë, unë durët nuk i laj, po ha buk me to. Pasi përfundoi dëshminë para gjykatës, dëshmitari dhe i dëmtuari në procedurë, Flamur Rexhaj, po largohej nga salla. Në atë çast ajo provokuan nga i akuzuari. Një provokim që, siç u pa në sallë, u shoqërua me reagime tallëse nga të akuzuarit serb për krime lufte kundër popullsisë civile. Oni voja të shpia. S'kam kujt, I vllohë me motrën. Për Flamur Rexhajn, ajo ditë nuk ka mbaruar kurrë dhe drejtësia ende po kërkohet.